Ish finalistët e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Eliona dhe Klodi vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së mediave ros. Që nga përfundimi i rrugtimit të tyre brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë disa muaj më parë, ata kanë qenë vazhdimisht në shenjestër për shkak të raportit të tyre të ngushtë dhe faktit që shihen gjatë gjithë kohës bashkë. Dyshimet u shtuan akoma dhe më shumë pas postimeve të tyre të fundit nga jugu, ku fotot e përbashkëta dhe shkëmbimi i zemrave lanë të nënkuptohet se marrëdhënia e tyre ka kaluar në një tjetër nivel. Këto dyshime duket se janë konfirmuar përfundimisht ditën e dieshme, ku dyshja është fotografuar në momente mjaft intime. Eliona dhe Klodi shfaqen shumë pranë njëri tjetrit duke shijuar atmosferën e festivalit në zonën VIP, larg syve të kurreshtarëve, ose të paktën kështu mendonin ata. Edhe pse përgjatë muajve të fundit dyshja ka preferuar të mbajë profilin e tyre sa më diskret, sa i përket konfirmimit zyrtar të jetës private, këto momente afërsie flasin vetë. Kimia mes tyre vetëm sa është forcuar pas daljes nga reality show, duke vërtetuar se pushimet e përbashkëta dhe dedikimet në rrjetet sociale nuk kanë qenë thjesht rastësi. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Eliona dhe Klodi pëlqejnë shumë nga publiku i gjerë, duke krijuar fanca anë mban Shqipërisë për jo vetëm.